do duhet me ju mbrojt ju nga rruga Elbasanit e deri te rruga Dibrës. Se ju rrezikohet ju. Se kanë të drejtën e tyre për të protestuar. Për të mbrojtur, pra e keni kërkuar ju mbrojtjen. Po frika juaj nuk mund të justifikoj kur dhunën ndaj qytetarëve. Frika juaj nuk mund të toleroj kur dhunën ndaj qytetarëve. Keni frikë, mos hajdeni në kuvend. Keni frikë, mos hajdeni në kuvend. Keni frikë nga qytetarët, fshihuni dhe bëni mirë të fshiheni. Se i keni marrë shpirtin 14 vite qytetarëve. Dhe ky është reagimi që meritoni. Ky është reagimi që meritoni dhe ky është reagimi që do të merrni. Do ju nderonte se cilit prej jush a ka mundësi ti thuash të pushoj? Ju lutem bani qetësi të dëgjojmë kolegun Bardhi. Ju lutem bani qetësi. Qetësi ju lutem. Frikën tuaj mos ja impononi kuvendit të Shqipërisë. Frikën tuaj mos ja impononi qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Kostumet tuaj ato shtrejta që keni hasur a bëjnë pis me vezë, mos i përdorni si justifikim për të dhunuar qytetarët. Lejoni qytetarët të protestojnë, e kanë të drejtë kushtetuese, nuk ja mohoni dot as ju përmes frikës tuaj, as policia e shtetit duke shkel kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë. Të dhunosh të rinjt, të dhunosh të moshuarit, dhe të përdorësh ndaj tyre mjete disproporcionale. Është një shkelje flagrante e kushtetutës, është një shkelje flagrante e ligjit, dhe është... A ka mundësi ti, zotrote? Po shko pyet të vlla. Shko pyet të vlla që e ke në burg, se ta shpjegon ai policinë e shtetit. Ti shko pyet të vlla që e ke në burg, se shko pyet të vlla. Ju lutem bani qetësi, përfundoni zoti Bardhi se ka mbaruar koha. Përfundoni. Jo, koha s'ka mbaruar. Koha s'ka mbaruar sepse gjatë gjithë kohës. Përfundoni, pra vazhdoni. Përfundoni. Gjatë gjithë kohës duhet përballim me frikën e këtyre. Frika e këtyre është ligji i shtetit. Kanë frikë këta, urdhrohet 2000 punonjës policie të dhunojnë qytetarët. Po çka kuvendi është ky që ka frikë nga qytetarët? Çka kuvendi është ky që ka frikë nga zëri i qytetarëve? Çfarë kuvendi është ky që refuzon kërkesat e qytetarëve, shqetësimet e qytetarëve? Ky nuk është kuvend, zoti kryetar, kjo është stre, bunker e këtyre që kanë frikë nga qytetarët dhe sepse kanë shkelur dhe vazhdojnë të shkelin ligjin duke abuzuar me përgjegjësitë e tyre, duke abuzuar me pasuritë publike, duke abuzuar me fondet publike. Zoti Balla, replik. Një sekundë, o djallë, o. Nëse se ka rregull këtu, o ti parash. Mere këtë se do flasim tani. Ale këti. Vrit poshtë. Merë fjalë në procedurë kur të vi radha, ju lutem. Po jo, se smeret kështu siç e doni ju lutem. Ta përfundojmë të pikë, ju lutem. Ta përfundojmë të pikë, ju lutem. Zoti Balla, fjala për replikë. Faleminderit, zoti kryetar, në replik me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Sot, në fakt, me që folët për frikë, hera e parë në histori që ti ka ardhur para meje në seancë. S'kishte ndodhur ndonjëherë, sepse gjithmonë vi i pari, por kësa radhe ma kalove kështë arqën 8, dhe të gjeta dhe në kafe me gonen. Tani, sa i përket pjesës kostumit, rritu sa të duash, as nuk e mbush, as nuk e knaq do të kostumin tim, që t'jemi të qartë për këtë pjesë në të gjitha aspektet e një diskutimi, por është keqardhja e madhe që kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Partia Demokratike e vlerave të mëdha, e përfundon diskutimin dhe dashur qytetarë shqiptarë. Kush është dallimi më i madh mes
mes këtij grupi parlamentar dhe këtij grupi parlamentar. Ky grup parlamentar as ka vuajtur nga 12 qershori 1991 e deri më sot nga sindroma e Stockholmit. Ju vuani nga sindroma e Stockholmit, ku i përdhunuari bie në dashuri me përdhunuesin. Do ti t'ja plotësosh kërkesat protestuesve. Saliun Burg thot protestat. Plotësoja pra kërkesën protestuesve. Çoje Saliun Burg. Ja plotëson dot kërkesën. Sa i përket ta thash, nuk të fuz dot brenda kostumit tim se nuk më pëlqen. Kështu që në këtë këndvështrim, zoti kryetari i kuvendit, meqense nuk kishim propozim Përfundoni, ju lutem. Nuk kishim ndonjë propozim për kalendarin, meqense kishte një kundër, një pro, atëherë ju lutem hidhni në votim kalendarin sipas procedurës. Faleminderit. Replik mbi replik nuk mund të bëhet, zoti Bardhi. Zoti Berisha, replik, ju lutem. Ju lutem. Jo. Parafolsi është përfaqësuesi më i shëmtuar i karteleve të drogës, është shërbëtori më i shpifur i tyre. Parafolsi është njeriu që ka liruar 2 terroristë që vendosen Tritolin në shalën e bicikletës së Lulzim Kullës. Parafolsi është negociatori i pazarit të votave, por është gjithashtu personazhi i dokumentit të asaj që u quajt Bundra, por që në fakt Bundra e vërtet është parafolsi. Ju lutem, zoti Berisha. Parafolsi, zoti Berisha. Ale, pse thua ti zotri, dil bëj avokatin, shko në gjyq bëj avokatin e ti. Ta lexoj dhe njerë këtu. A do ta lexoj? Pazaret që bën ky për makinat e Suel Qels. Prandaj dhe ata që janë atje kërkojnë me të drejtë fundin e parlamentit, sepse përfaqësoni bandat dhe krimin dhe jo qytetarët. Duhet të dëgjohet zëri i tyre. Zoti Berisha, ju tërheq vëmendje për fjalor të papërshtatshëm, jo parlamentar. Kuvendi vendos me votim të hapur tani miratimin e projekt programit dhe projekt kalendarit pas diskutimit për jo më shumë se 5 minuta që u krye. Kalojmë procesin e votimit. Votimi i hapur me karton. Hedhim në votim projekt programit dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit periudhën 27 deri 31 korrik 2026. Kush është pro, kundër, abstenim? Ju lutem numëroni votat. Të përfundojmë votimin. Të 83 pro, kundër. (26 kundër). Miratohet programi i punës dhe kalendari punimeve të kuvendit periudhën 27 deri 31 korrik 2026. Ju njoftoj gjithashtu se në kuvend është depozituar, ju lutem bani qetësi,
kërkesa e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për ndryshimin e rendit të ditës së seancës plenare të sotme, datë 23/7/2026, ku kërkohet që të shtohet në rendin e ditës propozimi për shqyrtimin dhe miratimin e projekt vendimit për zgjatjen e afatit të Komisionit Posaçëm për reformën administrative territoriale në Republikën e Shqipërisë. Në bazë të nenit 49.3 rregullores, propozuesi diskuton jo më shumë se 3 minuta dhe kanë të drejtë të diskutojnë një folës pro dhe një folës kundër për jo më shumë se 2 minuta secili. Fjalën e ka propozuesi Zoti Boçi. Zoti Luciano Boçi, fjala për ju 3 minuta. Faleminderit, po nuk besoj që një kërkesë për shtyrje afati komisioni mund të zaurohet në 3 minuta me gjithë debatin në konferencën e kryetarëve. Dhe për sa i përket kërkesës, përmbledhja e saj është shumë e thjeshtë, logjike dhe e argumentuar. Komisioni i reformës territoriale është në mes të punës së tij dhe ka kryer vetëm një pjesë të kësaj pune. Dhe nuk mundet të sillet këtu një argument duke dorëzuar një raport përfundimtar në emër të tij, pse koha ka përfunduar. Ka përfunduar koha, po nuk ka përfunduar puna. Sillni një raport përfundimtar për një punë jo përfundimtare dhe jeni në alogjizëm logjik dhe në alogjizëm politik. Nuk mund të ketë një raport komisioni kur komisioni nuk ka zbatuar procedurën e tij, nuk ka produktin e tij. Komisionet dërgojnë produkt në seancë plenare dhe i nënshtrohen procedurave dhe raporti që ju e quani final as nuk është dorëzuar në mënyrë ligjore, as nuk është debatuar në komision, as nuk është diskutuar dhe as nuk është votuar. Po, komisioni ka kryer punën e tij deri në momentin që ka realizuar vlerësimin e reformës së vitit 2014. Dhe puna e komisionit duhet vazhdoj në seancat dëgjimore si kusht kryesor të miratuara në projekt kalendarin e tij, që është marrëveshja midis komisionit dhe seancës dhe kuvendit. Duhet vazhdoj sepse 1/3 e Shqipërisë nuk ka realizuar dëgjesën dhe kjo është Tirana. Jo vetëm kaq, dhe dëgjesat tematike nuk janë zhvilluar, nuk janë realizuar, dhe dëgjesat ligjore nuk janë realizuar, dhe dëgjesat me kryetarët e bashkive nuk janë realizuar, dhe dëgjesat sipas kërkesës që kanë dorëzuar shumë komunitete nuk janë dëgjuar. Dhe përderisa kjo punë nuk është përfunduar, përderisa komisioni nuk ka një produkt, nuk po flasim konsensual sepse është jashtë çdo parashikimi. Atëherë ky komision duhet patjetër që të kërkoj shtyrjen e tij. Në emër të këtij komisioni si bashkëkryetar kam kërkuar shtyrjen e afateve të komisionit, nuk është as gjë e re, as e padgjuar, as e pambështetur në ligj, pothuajse të gjitha komisionet hetimore apo posaçme, parlamentare, në historinë e këtij kuvendi janë shtyrë, sepse nuk është koha bazike. Një sfidë logjike shumë e thjeshtë. Po mirë më, sikur ky komision kishte Përfundoni, ju lutem. Sikur ky komision kishte përfunduar punën e tij para atij afati të famshëm që keni vënë ju, çfarë do bënim ne? Do prisnim datën e afatit që pastaj dilshim në konkluzione? Jo, më nuk është koha kryesore. Kryesore është përmbajtja. Nuk është reforma koha. Reforma është përmbajtja dhe thelbi i këtij komisioni është produkti i tij dhe produkti i tij nuk është thjesht një raport. Është procesi që të çon tek konkluzionet, është mendimi i marrë nga grupet e interesit, nga bashkitë, i marrë nga qytetarët që në fund do produktoj një reformë e cila sipas jush duhet rezistoj 10 apo 20 vite, sepse ajo që bët ju rezultoi që ishte tërësisht politike dhe mbi këtë doni të bëni prap një reformë akoma më politike duke shkrirë bashki që vërtet janë performante,
duke shkrirë bashki që të çojnë shërbim tek ata qytetarë që kanë bet, duke shkrirë bashki që të paktën realizojnë atë që sot Evropa e kërkon, përfaqësimin e qytetarëve në pushtetin vendor. Kërkesa jonë është një kërkesë legjitime, kërkesë që rëndon peshën e çdo deputeti këtu të Parlamentit të Shqipërisë dhe ju të majtët, që nuk e dini cila bashki do shkrihet, që keni reaguar për bashkit ku jeni përfaqësues vogla që mund shkrihen, që nuk jeni pyetur për këtë, rëndon mbi ndërgjegjen e çdo kryebashkiaku që sot nuk e di se çfarë do ndodh me bashkinë e tij dhe rëndon mbi shpinën dhe ndërgjegjen e çdo përfaqësuesi politik, sepse janë shmangur të gjitha hallkat e konsultimit, jo vetëm publik, por dhe parlamentar, por dhe politik. Prandaj ju lutem shumë, merrni përsipër përgjegjësinë e jetës suaj. Votoni sot shtyrjen e afateve të këtij komisioni, sepse nuk i bëni nder opozitës, i bëni nder vetes dhe i bëni nder parlamentit. Faleminderit. Faleminderit, dhe dy folës, një folës pro, një folës kundër, nëse dëshironi, zoti Balla, po.